Faleminderit. Në fakt, zoti ministër, është pak e vështirë për të besuar ju çfarë thoni, e duke pasur parasysh edhe përgjatë gjithë këtyre viteve. Se është fakt që tenderi dështoi pra, edhe s'po marrni përgjegjësi për këtë gjë. Dhe problemi është që ju jeni ministri infrastrukture dhe nuk e ditë çfarë lloj infrastrukture jeni në Shqipëri. Se nuk është vetëm çështja e portit Durrësit. Ju dhe portin e Vlorës e kthyet në një port pallatesh, zonë për ndërtim pallatesh. Një port tjetër, ai i Limanit, është dhe ai në SPAK. Nuk dihet se ç'do ndodhi me atë port. Ky aeroporti i Vlorës nuk dihet çfarë do ndodhi me atë. Ai Kukësit s'ka ndërmend të hapet. Aeroporti i Tiranës është monopol. Qytetarët paguajnë tarifat më të larta të transportit në rrugë. Te rruga e Kombit edhe tek Thuman Kashar. Kjo Thuman Kashar është 20 kilometra dhe paguhet gati 2.8 euro për kalim, nga më të shtrenjtat në Evropë. Sot, sipas Bankës Botërore, zoti ministër, shpejtësia mesatare e lëvizjes së shqiptarëve në rrugë është 33 km/h. Jemi vendi me lëvizshmërinë më të ulët, ndërkohë që numri i makinave është ende 2.5 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian, që do të rritet. Pra 33 km/h është vrapja e njeriut, zoti ministër. Kjo është realiteti i infrastrukturës sot në Shqipëri. Unë do doja t'u besoja ju. Por eksperienca dhe vitet kanë treguar të kundërtën, se unë nuk gjej dot një rast të suksesshëm të kësaj qeverie në projektet e infrastrukturës. Të gjitha lotet e unazës së madhe që i ka bërë paraardhësia juaj janë gjitha në SPAK sot. Edhe aeroporti i Vlorës u njoftua që ai është në SPAK sot. Pra çdo projekt të madh në Shqipëri, ju e keni te drejtësia për shkelje procedurash, për vjedhje. Kështu shqetësimi jonë është i drejtë. Nisur nga fakti që nuk ja dolët dot me tenderin e parë. Dhe së dyti, nuk kishit arsye pse ta anatemonit sipërmarrësin e njohur amerikan. Ai ngrinte një shqetësim parimor, jashtëzakonisht parimor, që e ngrita edhe unë në këtë sallë, se është diçka shumë serioze. Pra, është e vështirë të jepni garanci, zoti ministër, duke parë se çfarë keni bërë në këto 13 vite. Është shumë e vështirë. Kështu që mendoj që qetësia olimpike nuk mund të vlejë shumë në këtë rast. Faleminderit. Faleminderit. Këtu përfundon zhvillimi i interpelancës, vijojmë me çështjen tjetër. Interpelancë me zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë zonja Albana Koçiu, kërkuar nga deputetët Agron Sheja dhe Ral Kapri. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 të Kushtetutës, në nenin 96 të rregullores. Në mirëkuptim të dy palëve, më raportohet, kjo interpelancë do të zhvillohet në një seancë të mëvonshme. Vijojmë me çështje tjetër të trendit ditës, pika 7, projekt ligji për ratifikimin e protokollit shtesë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen tregtisë së lirë të Europës Qendrore, ratifikuar me ligjin nr. 9696 datë 21/3/2007, referuar nenit 73.2 e rregullores. Nëse ka pyetje, nëse s'ka pyetje, vijojmë me diskutim e paraqitjen e aktit nga zonja Ibrahimaj. Zonja Delina Ibrahimaj, keni fjalën. Atëherë zonja Ismaili do të bëj prezantimin.